Zoti na bekoi me 4 fëmijë një herësh. Historia e mrekullueshme e çiftit nga Beratin, një lagje të thjeshtë të qytetit të lashtë të Beratit, midis rrugicave me kaldrëm e shtëpive të bardha, jeton një çift i ri që së fundmi është bërë frymëzim për shumë njerëz. Ariani dhe Elona, një çift që deri dje luftonte për të paguar qiran dhe faturat e dritave, sot janë prindër të 4 foshnjave të mrekullueshme. 4 engjësh që kanë ndryshuar përgjithmonë jetën e tyre. Zoti na bekoi më shumë se sa kishim guxuar të ndëronim, thot Elona me sy që i mbushën me lot gëzimi, ndërsa mban në krah 2 nga foshnjat dhe 2 të tjerët flenë në djepin e improvisuar që Ariani e ndërtoi me duart e veta. Në dhomën e tyre të vogël me mure të qara, dëgjohet her pas here qeshura e lehtë të vegjëlve dhe zëri i butë i nënës që këndon ninulla. Ariani punon si murator, shpesh ditë të tëra pa pushim, për të siguruar bukën e gojës. Nuk është e lehtë, pranon ai, por kur kthehem në shtëpi dhe i shoh ata 4 engjëj që më presin me sytë e tyre të pastër, më harrohet çdo lodhje. Të ardhurat janë modeste, por dashuria që mbush shtëpinë e tyre është e pafundme. Për ta, çdo ditë është një sfidë, por edhe një dhuratë. Elona tregon se shtatzënia ka qenë e vështirë dhe e papritur. Kur mjeku më tha se prisnim 4 foshnja, nuk dija nëse duhej të qaja apo të qeshja. Kisha frikë, shumë frikë. Si do ja dilnim? Ku do i vendosnim? Çfarë do hanin? Por Ariani më mori dorën dhe më tha: nëse Zoti na i dha, do na jap edhe forcën për t'i rritur. Që nga ai moment, jeta e tyre mori një drejtim tjetër. Fqinjët u bën si familje, duke ndihmuar me rrobat e fëmijëve, ushqime apo thjesht një fjalë të mirë. Në lagje, të gjithë i njohin si çifti i bekimit të madh. Edhe pse shtëpia e tyre është e vogël, ajo është plot jetë, dashuri dhe mirënjohje. Në mbrëmje, kur dielli perëndon mbi kalan e Beratit dhe qyteti i hesht, Elona ulet në dritare dhe shikon 4 djepet e vogla që lëkunden ngadalë. Më duket sikur Zoti na ka zgjedhur për diçka të veçantë, thot ajo. Këta fëmijë janë drita jon. Prova që dashuria nuk ka nevojë për pasuri që të lulëzoj. Lajmi për 4 e çiftit nga Berati u përhap me shpejtësi në gjithë qytetin. Në pak ditë, historia e Arianit dhe Elonës u bë biseda më e përhapur në çdo kafene, treg dhe lagje. Njerëzit ndalnin njëri tjetrin në rrugë për të treguar se si një çift i thjesht me të ardhura modeste ishte bekuar me 4 jetë të reja një herësh. Zoti i do njerëzit e mirë, thoshin plakat në lagje, teksa përgatisnin batanie dhe rroba për t'u aquar prindërve të rinj. Një fqinj që punonte në një supermarket solli një kuti me pelena dhe qumësht foshnjash. Një tjetër, mjeke pediatre, u ofrua t'i kontrollonte fëmijët pa pagesë sa herë të kishin nevojë. Berati u bë një zemër e madhe që rrihte për të njëjtin qëllim, për t'i ndihmuar ata 4 engjëj të rriteshin me dashuri. Elona e kishte të vështirë të mbante lotët. Asnjëherë nuk ka menduar se njerëzit do të ishin kaq të mirë. Disa prej tyre nuk na njohin fare, por na sollën dhurata, na dhan ushqime. Madje disa edhe na paguan qiran e muajit. Në një ditë të zakonshme, dera e tyre trokiti fort. Ishte një burr me kostum të thjeshtë dhe me një dosje në dorë, përfaqësues i bashkisë. Kam ardhur në emër të qytetit ton për t'ju uruar dhe për t'ju ndihmuar, tha ai me një buzëqeshje të sinqertë. Bashkia vendosi t'u jepte një ndihmë financiare mujore për 6 muaj, si dhe të siguronte një shtëpi më të përshtatshme për jetesën e tyre. Kur Ariani dëgjoi këtë lajm, sytë u mbushën me lot. Ai ishte burr që rrallë shfaqte emocione, por ajo ditë e theu. Kam punuar gjithë jetën me duar, duke u përpjekur të ndërtoj mure për të tjerët, tha ai. Sot, dikush ndërtoi një mur sigurie për familjen time. Mbrëmja e asaj dite ishte e veçantë. Fqinjet, miq dhe disa të rinj nga qyteti u mblodhën përpara shtëpisë së tyre të vogël. Sollën dhurata, kënduan këngë beratash dhe ndezën qirinj për të festuar ardhen e 4 fëmijëve që tashmë ishin bërë simboli shpresës në qytet. Një grua e moshuar ju afrua Elonës dhe i tha: "Mos ki frikë, bi. Këta fëmijë do të rriten me dashurinë e gjithë qytetit." Berati nuk lë askënd vetëm. Ndërsa nata ra dhe fëmijët flinin në paqe, Elona dhe Ariani qëndruan ulur në verandë. Dritat e qytetit ndriçonin butë dhe një frymë e qetë mbushte ajrin. Ndoshta nuk kemi shumë para, tha Ariani, por kemi diçka që s'ka çmim, dashurinë e njerëzve dhe bekimin e Zotit. Ata e dinin se përpara kishin sfida të mëdha, net pa gjumë, shpenzime, lodhje. Por gjithashtu e dinin se nuk ishin më vetëm. Nga ajo natë, Berati nuk ishte më thjesht qyteti ku jetonin. Ishte familja e tyre e madhe. Pas javëve të para plot emocione, lodhje e gëzim, jeta e Arianit dhe Elonës filloi të marrë një ritëm të ri. 4 foshnjat që tashmë ishin bërë dritë dhe zhurmë në çdo cep të shtëpisë, kishin ndryshuar gjithçka.
Netët ishin të gjata, plot me qarje ninulla, ndërsa ditët kaloni me ushqime, larje e përkëdhelje të pafundme. Elona ishte lodhur, por asnjëherë nuk ankohej. Kur i shoh, më duket sikur çdo lodhje zhduket, thoshte ajo. Ndërsa i ushqente një nga fëmijët dhe i tjetërsohej plot dashuri. Edhe pse shpeshherë mungonin disa gjëra, si qumshti, pelena apo ndonjë veshje. Ajo kishte mësuar të gëzohej me atë pak që kishin. Ariani nga ana tjetër kishte vendosur të mos dorëzohej përballë vështirësive. Ai u ngrit çdo mëngjes para agimit dhe punonte deri vonë, duke marrë çdo punë që i dilte përpara. Murator, transportues materiali, ndonjëherë edhe roje nate. Për ta, do bëj gjithçka, i thoshte vetes teksa ngjitej në skel, me mendjen te 4 ngjëj që e prisnin në shtëpi. Një ditë, ndërsa punonte në një ndërtim të ri në qendër të Beratit, pronari i firmës vuri re për kushtimin e tij. Nuk kam parë njeri të punoj me kaq shpirt, i tha. Kur mësoi për historinë e tij, ai u preku thellë. Pas disa ditësh, i ofroi Arianit një kontratë të përhershme dhe një pagë më të mirë. Ishte hera e parë që Ariani ndjeu se mund të frymonte më lirshëm. Në të njëjtën kohë, Elona nisi të bënte diçka që e kishte ndërruar prej kohësh, çepte me dorë rroba për fëmijë. Kishte mësuar nga ëma që në vogëli dhe tashmë çdo natë, pasi foshnjat flinin, ajo qëndiste me kujdes rrobat e vogla, shpesh duke përdorur copa të mbetura nga fqinjë. Dikush nga qyteti, pasi pa punën e saj, i propozoi t'i shiste në tregun e Beratit. Ishte një mundësi e vogël, por për Elonën ishte si një dritë e re. Po ja dalim, Arian, i tha një natë me zë të butë. Zoti po na ndihmon. Ai buzëqeshi e mori dorën dhe i tha, jo vetëm Zoti, por edhe dashuria jote. Ti je forca e kësaj shtëpie. Në ditët që pasuan, gjërat nisën të ndryshonin. Shtëpia u mbush me më shumë dritë, më shumë shpresë. Ariani filloi të kursej pak nga paga për të ndërtuar një dhomë shtesë. Fqinjët e ndihmuan, madje disa sollën tulla, disa boj, disa thjesht duart e tyre. Ishte si një fest pune, ku çdo njeri ndihmonte me buzëqeshje. Një mbrëmje, teksa 4 foshnjat flinin dhe jashtë dëgjoheshin tingujt e ëmbël të Beratit, Elona u mbështet në supin e Arianit dhe i tha, shiko nga s'kishim asgjë, tani kemi gjithçka. Kemi dashuri, kemi shpresë, kemi 4 zemra që rrahin për ne. Ai e pa me butësi dhe ju përgjigj. E vërteta është se nuk na ka munguar kur asgjë. Ne kemi pasur gjithmonë njëri tjetrin. Tani, Zoti na dha 4 fishin e bekimit ton. Në atë moment, qielli u ndriçua nga dritat e natës dhe Berati, qyteti i ngjëjve të vegjël, fjeti në paqe. Me 4 rrahje të reja zemre që ja shtuan dritën dhe dashurinë. Në fillim gjithçka ndodhi pa bujë. Ishte thjesht një video e shkurtër që një fqinje kishte postuar në Facebook. Elona me 4 foshnjat në krah, duke i ushqyer me dashuri, ndërsa në sfond dëgjohej zëri i saj i qetë. Ne nuk kemi shumë, por kemi një bekim që s'ka çmim. Në pak orë, videoja u përhap me shpejtësi maramendëse. Në mëngjes kishte qindra pëlqime, në darkë mijëra. Komente nga çdo cep i vendit mbërrinin nën postim. Zoti ju bekoft, jeni frymëzim. Lot në sy, sa bukur flisni me zemër. E tillë është dashuria e vërtetë. Në fillim Elona as që e dinte se çfarë po ndodhte. Ishte një mëngjes si gjithë të tjerët, me zgjime të shpeshta, shishe qumshti dhe zëra të vegjël që kërkonin përkëdhelje. Kur një fqinje hyri në shtëpi me celularin në dorë dhe i tha, Elona, jeni bërë të famshëm, ajo qeshi. Ne. Mos bëj shaka, unë s'kam kohë as të laj flokët. Por kur pa numrin e shikimeve dhe komente që rridnin pa fund, ajo u habi. Nuk ishte vetëm lagja e Beratit që i njihte tashmë, por gjithë Shqipëria. Portale, faqe mediatike dhe televizione kishin filluar të ndanin historinë e tyre me tituj prekës. Çifti nga Berati që Zoti i bekoi me katërnjak, një histori dashurie e pastër në kohë të vështira. Në mbrëmje, Ariani u kthye nga puna me duart e pluhurosura dhe fytyrën e lodhur. Elona i tregoi me droj lajmin. Njerëzit po flasin për ne, Arian. Videoja ka kaluar 200.000 shikime. Ai ngriti vetullat dhe qeshi, 200.000. Po çka njerëzit me ne, moj Elona? Ne jemi thjesht një familje e zakonshme. Ajo i kapi dorën dhe i tha, ndoshta njerëzit kanë nevojë të kujtohen se dashuria e vërtetë ekziston. Një ftesë e papritur disa ditë më vonë, dera e tyre trokiti sërish. Një djalë i ri mbante një mikrofon në dorë dhe pas tij një kameraman. Ishin gazetar nga një televizion kombëtar. Jemi nga jetë shqiptare. Duam të bëjmë një reportazh për ju, tha me buzëqeshje. Ariani u hutua për një moment. Ne. Po unë s'jam mësuar me kamera, por Elona, me sytë që i shkëlqenin nga emocioni, i dha një sinjal të lehtë me dorë.
Letua tregojmë njerëzve që Zoti bën mrekulli edhe për ata që kanë pak. Në ditën e xhirimit, shtëpia e vogël u mbush me dritë zhurmë. Gazetarët sollën kamera, ndriçim, mikrofon. Fqinjet dolën jashtë për të parë ngjarjen. Fëmijët qeshnin, ndërsa Elona përpiqej të vinte rregull, megjithse dije që shtëpia me 4 foshnja nuk mund të ishte kur plotësisht e qetë. Kur intervista nisi, Elona foli me një zë të butë, të qetë, por të mbushur me ndjenjë. Kur mësova se prisnim 4 fëmijë, u trondita. Por pastaj kuptova që Zoti nuk na jep kurrë më shumë se sa mund të përballojmë. Sot, çdo ditë që i shoh këta 4 engjëj, e ndjej që jeta ka kuptim. Kamera u afrua tek duart e saj që mbulonin kokën e njërit prej foshnjave. Pastaj tek Ariani që rinte në qoshe duke i parë me një buzëqeshje të përulur. "S'di ç'të them", tha ai. "Unë jam thjesht një punëtor, por jam njeriu më i pasur në botë." Kur emisioni u transmetua në prime time, Shqipëria heshti për disa minuta. Njerëzit që zakonisht kalonin kanalet, u ndalën. Në shtëpitë e thjeshta në ato të mëdha, të gjithë shihnin me lot në sy çifti nga Berati. Në rrjete sociale, emri i tyre u bë temë kryesore. Njerëz nga emigracioni nisën të komentojnë. "Jam në Itali dhe qava duke parë historinë tuaj. Ju përulem. Zoti ju rujt ju dhe 4 engjëjt tuaj. Ka ende njerëz të mirë në këtë vend." Dhuratat që s'kishin fund pas emisionit, jeta e çiftit ndryshoi ndjeshëm. Telefoni su ndal për ditë të tëra. Thirrje, mesazhe, oferta ndihme. Një kompani qumështi dërgoi pa kohë për 6 muaj. Një farmaciste nga Tirana u ofrua të mbulonte mjekimet e fëmijëve për 1 vit. Madje edhe një çift emigrantësh nga Gjermania i shkroi Elonës, duke ftuar që një ditë t'i vizitonte. Një mëngjes, Ariani mori një telefonat nga bashkia. "Arian, kemi vendosur t'ju japim një apartament të vogël në pronësi tuajen. E meritoni." Ai heshti për disa sekonda, i mbërthyer nga emocionet. "Një shtëpi e jona", përsëriti me zë të dridhur, po. Pas viteve me qira, pas ftohtësisë së dimrave të gjatë dhe mureve që rrjedhin, ata më në fund do të kishin shtëpinë e tyre. Kur shkuan ta shihnin, Elona nuk I mbajti dot lotët. "Shiko, Arian", tha me zë të dridhur, "këtu do të hedhin hapat e parë fëmijët tanë." Ai e përqafoi fort dhe tha vetëm një fjali. "Ja ku mbaron varfëria jon dhe fillon jeta jon e re." Nga Berati në Tiranë, një rrugtim simbolik një muaj më vonë. Çifti mori një tjetër ftesë, këtë herë nga një emision I madh në Tiranë. Kishte qenë moderatorja e njohur që kishte mbetur e prekur nga historia e tyre. "Dua t'i kem në studio, për t'i treguar Shqipërisë se dashuria e vërtet është ajo që mban gjallë çdo familje", kishte thënë ajo. Udhëtimi drejt Tiranës ishte I pari për ta. Ariani e kishte marrë pushim nga puna, ndërsa Elona kishte përgatitur gjithçka me kujdes. Fëmijët I lanë nën kujdesin e motrës së saj, sepse nuk mund të udhëtonin të gjithë bashk. Në autobus, Elona shikonte nga dritarja dhe thoshte me zë të ulët. Kush do ta mendonte që 2 njerëz nga një lagje e thjesht në Berat, do të shkonin në televizion për të folur për dashurinë. Kur mbërritën në studio, u pritën me duartrokitje. Publiku ishte në këmbë. Moderatorja me sytë mbushur me lot I përqafoi që të dy Elona, "Arian, faleminderit që jeni këtu. Ju jeni prova që njeriu nuk ka nevojë për pasuri për të qenë I lumtur." Biseda ishte ngrohtë, plot emocione. Elona tregonte për natët pa gjumë, për vështirësitë, për momentet kur kishte ndjerë se s'mund të vazhdonte më, dhe për mënyrën si një përqafim nga Ariani e kishte ngritur përsëri në këmbë. Publiku qante në heshtje. Në fund të emisionit ndodhi diçka që askush se priste. Moderatorja tha, "Sot kemi një surprizë për ju. Një biznesmen shqiptar që jeton në Zvicër ka parë historinë tuaj dhe ka vendosur t'ju dhurojë 10.000 euro për t'ju ndihmuar në rritjen e 4 fëmijëve." Elona I mbuloi fytyrën me duar dhe nisi të qante. Ariani, që zakonisht ishte I përmbajtur, uli kokën dhe fshiu lotët me duart e ashpra. Salla shpërtheu në duartrokitje. Pas dritave të studios kur u kthyen në Berat, qyteti I priti si heroni. Fqinjet kishin varur në port një pankart ku shkruhej: "Mirë se u ktheve, familja e mrekullisë." Por Ariani dhe Elona, pavarësisht gjithë lavdis, mbetën po ata njerëz të thjeshtë. Ai shkonte sërish në punë çdo mëngjes, ajo kujdesej për fëmijët dhe qepte rrobat e vogla që tashmë filluan t'i blinin edhe njerëz nga jashtë qytetit. Një ditë, ndërsa rinte në verandë me 4 foshnja që qeshnin, Elona I tha Arianit: "E she, Zoti na bekoi 4 fish, por edhe njerëzit na dhan 4 fish dashuri." Ai e pa me butësi dhe ju përgjigj: "Sepse kur njeriu beson në të mirë, ajo kthehet. Ne s'patëm asgjë, por dham dashuri. Sot, ajo dashuri na është kthyer nga një vend I tërë."
Në mbrëmjet e qeta të Beratit, kur qyteti mbulohej nga drita e hënës dhe kalaja shkëlqente si një kujtim i vjetër, Elona shikonte djepet dhe përshpëriste me zë të ulët. 4 jetë, 4 bekime, 4 arsye për të mos u dorëzuar kurrë. Reflektimi i fundit historia e tyre nuk ishte më thjesht një ngjarje për portalet. Ishte bërë simbol i besimit, i mirësisë dhe i forcës së dashurisë në kohë të vështira. Shumë çifte të tjera filluan të shkruanin, duke ju rrëfyer se historia e tyre u kishte dhënë shpresë për të mos u ndarë, për të luftuar bashkë. Një natë, ndërsa fëmijët flinin dhe Berati heshte, Elona mori një blok dhe filloi të shkruante. Nuk kemi qenë kurrë të pasur, por kemi qenë gjithmonë të bekuar. Një natë, ndërsa fëmijët flinin dhe Berati heshte, Elona mori një blok dhe filloi të shkruante. Nuk kemi qenë kurrë të pasur, por kemi qenë gjithmonë të bekuar. Jeta na vuri në provë, por dashuria jonë ishte më e fortë se çdo frikë. Zoti na dha 4 engjëj për të na kujtuar se mrekullitë ndodhin kur i beson. Ajo ja lexoi Arianit. Ai e dëgjoi në heshtje dhe pastaj i tha, ruaje, Elona. Një ditë, kur ata të rriten, do ta lexojnë dhe do ta dinë sa shumë kemi luftuar për ta. Do ta dinë që dashuria e prindërve të tyre ndërtoi gjithçka. Në atë moment, 4 foshnjat u zgjuan një nga një dhe shtëpia u mbush me zëra të ëmbël. Elona dhe Ariani i morën në krah, duke i përqafuar me lot gëzimi. Ja, tha ai me zë të qetë, këtu fillon brezi ynë i ri. Me dashuri, jo me pasuri. Dritat e shtëpisë së tyre të re ndriçonin si një yll mbi qytetin e lashtë, dhe çdo frymë e asaj nate dukej sikur përshpëriste të njëjtën fjalë, bekim. Vitet kalonin dhe në shtëpinë e vogël të Arbenit dhe Elidës në lagjen Mangalem të Beratit. Çdo mëngjes kishte një muzikë të veçantë. Zhurma e 4 zërave që rriteshin, qeshnin, ziheshin dhe pajtoheshin sërish. Ishin tashmë 5 vjeç, Arlindi, Arlisa, Arian dhe Alesia, të 4 të lindur në të njëjtën ditë, në të njëjtën orë, por secili me karakterin e vet, si petalet e një trëndafili që lulëzon ndryshe në çdo anë të diellit. Elida ishte kthyer në një heroin të vërtetë. Çdo ditë zgjohej në 4 të mëngjesit, përgatiste mëngjesin, pastronte, gatiste fëmijët për kopsht, dhe pastaj nxitonte për në punë në një punishte tekstilesh ku paguhej pak. Por për të çdo lek kishte vlerë. Arbeni punonte si elektricist, herë me kontratë, herë me ditë pune, por kur nuk u ankua. Zoti na dha 4 bekime, thoshte shpesh. Na i besoj, se e di që mund t'i rrisim. Për Beratin, historia e tyre ishte kthyer në frymëzim. Fqinjët shpesh sillnin ndihma, një thes miell, rroba për fëmijët, ndonjë lodër të përdorur. Kishte ditë që Elida lotohej nga mirënjohja. Nuk ishte turp, ishte ndjenjë njerëzillëku. Kur Zoti të jep shumë, nuk të le vetëm, i thoshte shpesh ëma, që vinte nga një fshat afër Tomorit për t'i ndihmuar me fëmijët. Por jeta s'është kur vetëm dritë. Një dimër i ashpër i gjeti pa ngrohje, me faturën e dritave të papaguar dhe me borxhe në dyqanin e lagjes. Arbeni, që s'kishte marrë pagesë prej 3 muajsh, ndjente peshën e fajit. Mos u mërzit, i tha Elida, duke i mbajtur dorën. Fëmijët kanë nevojë për dashuri më shumë se për drita elektrike. Dritën e kemi brenda nesh. Atë natë, ndërsa frynte era jashtë dhe bora mbulonte rrugicat e vjetra të Beratit, Elida i shikonte fëmijët që flinin në një batanie të vetme. Zemra i mbushej me ndjenja të përziera, lodhje, dhimbje, por edhe krenari. Kur nuk kishte menduar se do ta përballonte këtë rrugtim, por ja ku ishte. 4 engjëj të vegjël që i dhan jetës kuptim. Në pranverë një lajm i papritur ndryshoi gjithçka. Një organizat nga Tirana që ndihmonte familjet me lindje të shumë fishta kishte dëgjuar historinë e tyre nëpërmjet një postimi të bërë nga një mësuese kopshti. Ajo e kishte përshkruar Elidën si nën që buzëqesh edhe kur s'ka bukë për darkë. Brenda pak javësh, familja mori ndihma financiare, rroba, ushqime dhe madje një sopë të re për dimrin e ardhshëm. Arbeni e mbante menditën kur vullnetarët erdhën në derë. Erdhën për t'ju falënderuar që nuk u dorëzuat. Ishte hera e parë pas shumë kohësh që ai ndjeu lehtësi në gjoks. Por momenti më prekës ndodhi pak më vonë në kopsh. Fëmijët kishin përgatitur një shfaqje për ditën e nënës. 4 njakët dolën përpara dhe recituan me zë të lartë. Faleminderit nën që nuk u lodhe kur nata ishte gjatë, kur buka ishte pak, por dashuria jote kur s'u pakua. Elida qau me zë. Ato fjalë ishin shpërblimi i viteve të vështira, i netëve pa gjumë dhe i punës së pafund. Në atë moment ajo kuptoi se Zoti e kishte bekuar 2 herë, me fëmijët dhe me forcën për t'i rritur. Pas disa muajsh, Arbeni nisi të punonte në një kompani elektrike që i siguroi pagë të rregull.
Për herë të parë mundën të paguanin borxhet, të blinin mobilje të reja dhe të dërgonin fëmijët në një kurs arti që ata e adhuronin. Shtëpia e tyre u mbush me vizatime, me ngjyra dhe me muzikë. Një mbrëmje vere, teksa uleshin në balkon dhe shikonin qytetin e ndriçuar poshtë kalas, Elida tha me zë të ulët: "Po ta ktheja kohën pas, do doja sërish të isha nëna e 4 shesime." Arbeni qeshi dhe javuri dorën mbi supë, edhe unë. "E di pse. Sepse çdo ditë më mësoni që është mrekullia." Kështu çifti nga Berati që dikur jetonte me frikë nga e nesërmja, u bë shembull për shumë të tjerë. Ata nuk u pasuruan në lek, por në bekime, në dashuri, në mirënjohje. Në fund të fundit, mrekullit nuk maten me para, maten me buzëqeshje të vogla që ndriçojnë netët më të errëta. Dhe në shtëpinë e Arbenit e Elidës, drita nuk u shua kurrë më.